të ti kom pa personazhet shumë të publik, ndërta dhe Luizeli. Ka bo ndërhyrje Luizeli, apo ishte vetëm marketing? Po, ka bo, amo jo me të pru. Do me thonë, thjesht një relax të rullave. Për Blerën s'po flasim. Po, ma mi më slet. Jo, është një gjë që Blero normalisht ka trajtu rullat dhe i ka dhënë një hidratim lëkurës, po ai ka dalë me njëherë në ka pas më duket emisione në intervista edhe normalisht duen 3 ditë deri në 2 javë mu stabilizu. Edhe diçka shumë shkurt, para martesës, Blero, a erdhë një herë të ti? E pas ka sot me Bleron të Ka me Bleron. Dhe më thonë, fillimisht të ti, adresa e sigurt e ndryshimit. Të dë, dhe më thonë të dë kanë ardhë para se më martu, edhe Blero edhe Edhe u duken shkëlqyshëm, kështu që komplimente. Jo, faleminderit shumë, po realisht po, i ka bo ndoshta të është edhe dëshira shumë pacientave, po na nuk e teprojmë, po Blero prapë ceku ka dalë me njerë në intervist. Tani ato që i bojnë të ndërhyrja janë të vetëdijshëm që 3 ditë deri në 2 javë, ekziston edema, do me thonë varet të lëkurës, dikush krijon e intje më të madhe, dikush më të vogël. Po, me po tash është super, është shumë i kënaqur. Leila, të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë personazhit publik me i thonë ju, stop se e kemi tepru. Po, edhe i ka ngel hatri, edhe ka shku një klinik tjetër. Edhe ti ashtu si ardhi ki thonë herën tjetër mandej po. Se sa shkon te dikush tjetër. Jam shumë tip si me cek vetën, nuk po e fusta. Kam krenari, do me thonë, jo, nuk e kam marrë më, sepse ka pas disa dështime, më ka kontaktu për mja shkrifi dhe erat, po nuk e kam marrë më. Për arsye se ti mundesh me i ba, në qësi i knaqun, mundesh me vazhdu, në qësi për shumë nuk i knaqun, normal mundesh me ndru, po ju gjithmonë edhe na mjekt me nga mas një artisti, e vërtet që është artist, po në përgjithësi artistat ka në punë në Tiranë, jashtë vendit, na kemi klientat të tjerë, nuk mundemi me neglizhu klientat të tjerë, do me thonë për ne të gjithë janë vipa. Leila, pse klientat sot kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe jo zgjidhje afatgjate? Pse ndoshta me njëherë kërkojnë një botox ose kërkojnë një filler, kur në anën tjetër ka shumë pajisje të cilat sot janë në treg edhe që ndihmojnë ndoshta në rrudha e të tjerë. A mendon që si popull dojmë zgjidhje të shpejta? Po, fakt. Po, në klinikën time kanë fillu dhe zgjidhje të gjata, për shembull skin booster se ja rekomandoj për me ushqim. Po vetëm ata sa e pranojnë? Varet, jo. Më shumë e kanë dëshirë fillerin ose botoxe? Është shumë e vërtet. Ti jemi realista, po. Nuk e kanë atë durimin me bë skin booster për shembull, edhe me prit mas një kohe, me bë ndoshta edhe një herë, ju duket shumë gjatë, jo kur me prit rezultatin. Që po, është shumë e vërtet që e dojnë me njerë. Pra pa arrim të pika emisionit tonë që në Kosovë dhe në Shqipëri më shumë i kushtojnë rëndësi pamjes së jashtme se shëndetit, apo jo?